imagjino nëse i shban Kosovë një studim i tillë, ndoshta te 40 që kishim shku dikon, sepse ka qenë një varg i zgjedhjeve saqë me siguri ka ndikim shumë të keq në shëndetin e njerëzve përgjithësi. Unë pak ditë më parë e takova një ish kandidat për deputet, i cili tha që në zgjedhjet e fundit e konvendosë dhe stendën për shkak të stresit e ngarkesës së madhe që ka pasur sikur kandidat, takime, gjithçka tjetër. Kësaj radhe tha nuk guxoj me i hy prap gare se po friksohena me lut me shëndetin se më duhet prap me vendos stend. Çaj bjen që njerëzit janë gati me shkatrua edhe qetësinë shpirtërore për shkak të zgjedhjeve. E në Kosovë kemi pasur shumë zgjedhje këtë kohë, domethënë jo vetëm në elektorate tek njerëzit përgjithësi, po tek vetë kandidatët ka ndikim shumë të madh e besa edhe të keq në shëndetin qoftë fizik, qoftë psikologjik, çështja e zgjedhjeve. Edhe tu i pas përballë ton këtu prap këta deputet ose kushdo qoftë, po na çojnë shumë shpesh në zgjedhje. E valla nuk ish dashur. Edhe deputet ishtë dashtë pak me qenë në atë kuptimin të vëdishëm për pozicionin që e gëzojnë. Unë e di që njeri e jep një lloj besatime, kushtimisht po thëmë ka shi parimeve të partisë, po kur janë do procese madhore, atëherë nuk është domosdoshmëri gjithçysh me i shku, konsideroj, me i shkru mbrapa partisë.